Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar menjëherë pas votimit me 21 janar të projektligjit nga Komiteti për Punë të Jashtme të Kongresit Amerikan, i cili kërkon nga sekretari amerikan i shtetit të përgatisë një raport të detajuar mbi trajtimin e pakicave etnike në Serbi. Fokusi veçantë i projektligjit janë shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës, Medvegjev dhe Bujanoc. Përmes një postimi në rrjetin X, presidentja Osmani vlerëson se avancimi i projektligjit dërgon një mesazh të qartë: diskriminimi kundër komunitetit shqiptar nuk është i padukshëm dhe nuk mund të tolerohet. Serbia vazhdimisht ka kryer shkelje autoritare të drejtave të minoriteteve, duke përfshirë pasivizimin e qëllimshëm dhe përpastrimin etik përmes mjeteve administrative, shtypjen e gjuhës shqipe, mospërfshirjen e institucioneve publike, diskriminimin në arsim dhe friksimin nga autoritetet qendrore, shkruan Osmani. Projektligji do të dërgohet më pas për shqyrtimin e plot në dhomën e përfaqësuesve dhe nëse duhet të nënshkruhet nga presidenti amerikan Donald Trump për të bërë ligj. Avancimi i këtij projektligji është mirëpritur nga politikanë shqiptar dhe nga Këshilli Kombëtar Shqiptar në Serbi, duke u konsideruar një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes të drejtave të pakicës shqiptare, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Serbi, me 2022 mbi 60.000 shqiptar jetojnë në këtë vend, duke bërë pakicën e katërt më të madhe.